Minimumi etik në fakt e detyron shtetin që ta përllogarisë shumën e nevojave dhe shumën e të ardhurat, ta caktoj me ligje dhe t'ja garantoj qytetarit si një drejtë themelore e njeriu. Ne prej 3 vitesh kemi mbledh rreth 21.000 nënshkrime, kemi përgatit së bashku mendime në shumë organizatave tjera një projekt ligj për minimumin etik, e kemi dorëzuar në parlament, kemi mbledh 21.000 nënshkrime në rrugë, në shi, në diell, në borë, përmes një procedure burokratike të agravuar, kërkoshen edhe kartat e identitetit të fotokopjuara edhe të nënshkruara dhe qeveria parlamenti e mbajti nxirtarët e tij për 3 vite, nuk e futi as për diskutim në komisionet parlamentare, lëre më ta dërgonte për diskutim edhe miratim në parlament dhe ne shohim se sa afron zgjedhjet elektorale, shohim që Partia Demokratike e propozon ose e premton sërish minimumin etik. Po minimumi etik është jo vetëm një ligj, është një koncept, është edhe një garantimi një nevoje shumë të madhe ose aspirate, të cilat do ta përqafojë çdo qeveri dhe gjithë populli shqiptar i luftimit edhe i daljes nga varfëria.